Të dashur miq, në duar kam romanin e autorit Femi Pireva, Ura mbi Ibër, dhe kam kënaqësinë dhe nderin që me mua dhe ju të nderuar të shikues, autorin e këtij romani ta kem në studio. Zotri Pireva, mirëmëngjes dhe mirë se erdhët në studion tonë. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën, kënaqësia ime. Ky roman është promovuar dje dhe me sa kam informacion është shumë i mirëpritur. Po, është e vërtet, unë kam bërë përpjekje promovimin e këtij romanit ta bëj pikërisht nga vendi ku pak a shumë është tema që është shtruar si diçka interesante, aktuale, po në Mitrovicë. I falenderoj rektoratin e Fakultetit Universitetit Mitrovicës që krijuan kushte për mbajtjen e këtij promovimi, që një numër solid i pjesëmarrësve, intelektualëve, njerëzve të shkencës, ekspertëve, po dhe pat referues të cilët jam i kënaqur me vlerësimet të cilat ju bën këtij romani dhe temës jashtëzakonisht aktuale, sidomos në këtë periudhë që ne po kalojmë. Po përse pikërisht Ura mbi Ibër? Ndoshta me e marr pak nga fëmiria ime takimin e parë me qytetin e Mitrovicës, kur babai im mori në treg brenda kapacitetit të dijes së tij lidhur me Mitrovicën, mi tha disa gjëra që qysh atëherë mbeten kujtesë dhe më provokuan. E ka një lumë, si që kem në lumin lap që na kalon para shtëpijave, e ka një urë, po që e tha në mënyrë metaforike se krahasim me urën tonë, kjo urë tundet, dhe ajo më la për shtypje dhe thot se ka një minierë e cila ka mjaft metale dhe are. Dhe kjo ka qenë ajo zanafilla, ai historiku, sa do i varfën që unë si fëmijë e kam mësuar për këtë qytet, dhe interesimi im që në një të ardhme të shkruaj një libër, një roman për Mitrovicën ka qenë gjithmonë i përhershëm, dhe kështu që jërë randi që unë gradualisht të lëshohem në tërë materien, konfliktin mes etnive, kulturave, përplasjeve, shtresime psikologjike, ndikimeve të politikave, të cilat pak a shumë e trajtojnë tërë materien e qytetit Mitrovicës i përmbledhur në një roman. Që të kuptojmë saktësisht se çfarë përmban në vete ky roman, duhet lexu. Duhet që secili prej nesh ta kemi në libraritë tona, por pak për të rishikuesit. Sigurisht dhe janë kurioztar të dinë se çfarë mund të gjejnë brenda këtij romani. Romani ka 16 kapituj. Fillimisht fillon me një profeci të një Beshir Vinarsit, që ka qenë ushtar i perandorisë osmane dhe ka shërbyer në atë ushtri, po pa vullnetin e tij, dhe ai njihet në tërë Mitrovicën si njeri me një profeci të veçantë që para një shekulli e ka parashikuar në një farë mënyre konfliktin shqiptaro-serb dhe vendosjen e atij sinorit, kufirit në mes të urës e Ibrit. Kjo ka qenë jashtëzakonisht provokative dhe shpeshherë më ka shkuar mendja se Beshir Vinarsi ose ka qenë në rrjedhën e informacioneve si ushtar brenda portës së lartë perandorisë osmane, ku ne nuk e kemi pas atë qasje, se si perandoria osmane ka parashikuar të ardhmen e Ballkanit, dhe ai këtë profeci e ka shpërndarë në qytetin e Mitrovicës dhe gjithmonë është marrë pak a shumë në një farë rezerve se ndoshta profecia e tij mund të jetë një parashikim jo i saktë, por kohët gradualisht është e çuditshme
vinë dhe paka shumë e verifikojnë këtë profesi të Beshir Vinarsit. Unë nuk kam ndaluar shumë rreth profesisë, janë shuar paka shumë edhe në konfliktet si ta themi, perandorisë osmane dhe ushtrisë austro-hungareze, të cilat kanë pasur disa luftra në përpjekje për ta kontrolluar qytetin. Dallimet mes dy perandorive, sepse të dyja mund kualifikohen si pushtuese të qytetit, kanë qenë mëdhaja. Ushtria austriake, hungareze, në atë kohë ka bërë përpjekje paka shumë ta ketë një qasje më të butë gjatë pushtimit me Mitrovicën. Ka investu shumë në shkollimin e kuadrave në gjuhën shqipe, në hapjen e shkollave, ndërsa pushtimet ato çfarë flasin artefaktet, monografit për këtë qytet, Perandoria osmane jo me hap shkolla, po i ka mbyll shkollat shqipe, fatkeqësisht ka krijuar gjimnaze, shkolla në gjuhën turke, ka ndërtu hamame, më të mira në thonjza për të shkatruar një popull. Xhamia, falltore të tjera, po ajo se çfarë kemi pasur ne më së shumti nevojë për shkollim, arsimim, ajo ka qenë e pamundur të zhvillohet kuadër të Perandorisë osmane. Dhe në këto rrymime të pushtime, shqiptarët me të vërtet kanë qenë në një pozicion inferior dhe kanë vazhduar edhe kohë pas kohe kryenëqësitë, kryengritjet që i njohën prej Isa Buletinit e tjerëve, që ta pushtues largohen Mitrovicës, t'i kthehet liria. Në këtë vazhd ne kemi në një farë mënyrë një kooperim, ta quaj kështu, të Perandorisë osmane para tërheqjes në vitin 1912 me ushtrinë serbe. Gjatë largimit të Perandorisë osmane, qyteti bie në duart e ushtrisë serbe dhe pushtohet. Në këtë drejtim, monografit, faktet historike të cilat unë i kam prekur, po i kam shtjelluar në dimenzionin artistik, kanë të bëjnë në një farë mënyre me ndarjen e qytetit, pasardhje serbe, përqendrimin e kolonëve, bosnjakëve dhe komuniteteve tjera që përbëjnë këtë rajon, që paka shumë është një mozaik i etnive, kulturave, që shumë herë nuk kanë pasur mundësi të ndërthurën njëra me tjetrën, dhe paka shumë kanë kriju një farë konfliktualiteti me njëra tjetrës, sidomos shqiptarët kanë qenë të pambrojtur, të pakra, ushtarak, politik, që të ngritën në një farë mënyre si faktor në brenda këtij rajoni. Paka shumë kjo është në vijat e trasha, por romani shkon edhe më tutje deri në luftën e fundit që kemi pas, dhe ndarjen e qytetit prej komandantit francez Jacques Hogar, që është i njohur botërisht, ka qëndruar vetëm 15 ditë në Mitrovicë dhe është i pari që vendos kufirin në mes të urës së Ibrit dhe këtu fillon ndarja fizike e këtij rajoni veri-jug. Ka se kur ndëgjojmë ura, asocion atë në lidhje të diçkaje. Ura në këtë rast ndan. Për të ndarjeve që janë faktike në Mitrovicë, shkrimtarët e kanë një qasje ndryshe, ndërtojnë simbolika përmes urës të bashkimit të popujve, të komuniteteve, të kulturave dhe jetë ndarjes. Meqense në rrafshin letrar nuk pajtohet politika dhe letërsia nuk ecin në të njëjtën vijë, për ndryshe artistët e kanë një qasje paka shumë ma humaniste, në këtë drejtim kërkojnë ma shumë mirëkuptim, gjuhë të përbashkët dhe të jenë racional në kuadër të ndërthurjes së këtyre komuniteteve, por ne kemi pasur shpeshherë politika jo racionale, të cilat janë përplas në Mitrovicë dhe janë përcjell me shumë dhunë, me shumë viktima, fatkeqësisht për shqiptarët, ku kemi edhe një shpërngulje të madhe në vitin 2001, nëse s'gaboj,
kur në prezencën e forit francez kemi një numër të madh viktimave, dhe ata jo që ndajnë paqen, po në një farë mënyre mbyllin syt para viktimizimit njerëzve të pafajshëm, dhe kemi një lëvizje të 12.000 njerëzve nga veriu në jug, që edhe sot e kësaj dite presin të rikthehen në shtëpiat e veta, në tokët e veta. Unë e kam bërë një përshkrim pak a shumë, dhe mendoj është mendimi imi se ndoshta mund të mos pajtohen të tjerë, paqja nuk do të thotë gjithmonë liri. Paqja në Mitrovic nuk e ka sjellur lirinë. Mendoj se liria, për të qenë liri, duhet ta përthith mjaftueshëm paqen si koncept që të mund të shtrihet në të gjitha pjesët e Mitrovicës, si veri dhe jug, që njerëzit ta përjetojnë njëkohësisht edhe paqen edhe lirinë. Zotri Breva, atë sa po mund të kuptoj, përmes këtij romani dëshironi të përçoni mesazhe. Për cilat janë ato? Mesazhi shkon për shoqërinë, shkon për institucionet e vendit. Ne duhet ndërtojmë qasje më racionale në raport edhe me komunitetin serb, të jemi parafrues, të jemi ndoshta në kontakte më të përhershme, derisa ne atë urrëtie të ngjizur shekullore ta shpërfaqim dhe ta nxjerrim si diçka e panevojshme që na man peng këto dy komunitete më të mëdha. Ne kemi pas edhe periudha pas luftës së dytë botërore me ato motet të famshme të Bashkim Vllazërimit. Në atë periudhë është kriju një farë qetësie, sa do dikush e quhen të rrajshme. Unë në roman kam nxjerrë edhe elementet të parafrimeve rreth lumit të Ibër, ku fëmijët si serb shqiptar lahen të njëjtin lum, rriten pranë të njëjtit lum, edhe kalojnë një jetë pak a shumë me një komunikim më normal. Mendoj se gjithmonë çelësi ose i zgjidhjes ose i krijimit probleme është e politika. Politika duhet ndryshojnë në raport me këtë komunitet, si shqiptar dhe serb. Politikanë si në Kosovë dhe në Serbi mendoj duhet të reformohen, të ndryshojnë qasjen, të ulen bashkarisht dhe të ndihmojnë dy komunitetet që ta jetojnë jetën liri dhe paqe dhe ta ndërtojnë bashkarisht këtë qytet. Zotri Breva, më qësë arritëm dhe në minutën e fundit të intervjisës sonë, unë kaluan shumë shpejt e minutat me ju inderuar. Do lexoja shumë shpejt atë që çfarë keni shuar në fund të librit. Në mes të urës së Ibrit sërish më dali një tufë pëllumbash. Nëse në veri e mora porosin nga shqiptarët, mos e ndani qytetin. Pëllumbat thonë, mos e ndani qiellin. Më nuk bie dëbor as qot, por një shi imt, sa për t'ja fshehur në cep të syrit Lotin dhe Metrës, e cila pret të kthehet në Olimp, e përzën nga Perëndit. Lumi zhurmon dhe shkumëzon bardh edhe në ditët e hirta. Ecën shtratit të vet mendueshëm, me shpresë se do të vinë ditë të bardha. Muzgu vjeshtorin mbrëmjes zbresi një hije nga jugu dhe veriu dhe bashkohën diku tek ura mbi Ibër. Krijohet një mjegull, një tis i zi që e mbyll ditën. Këtu nata është më gjatë se kudo tjetër. Për t'ia zgjatur gishtin knjajz Lazarit në bronz, u kujdesi generali francez Jacques Hogan, duke vënë sinjor të ri mbi urën mbi lumin Ibër. Harroj t'i dëgjoj mira njerëz që u kthyen në paqe pa liri. Është vendi im, se ma ple. Dhe me këtë dhe ne po e përmbyllim këtë intervistë e ditës së sotme dhe po ashtu po japim fund programit të mëngjesit së bashku. Unë falenderoj shumë zotri Breva që ishit mysafir në programin e mëngjesit. Për këtë roman Çsolle, unë kam në duart e mia tani dhe do e vendosi tek biblioteka ime dhe ju presim sërish në studio me libra të tjerë. Faleminderit, kënaqësia ime që na dha hapësirë ta prezantojmë përmes romanit një moment bukur i ndjeshëm në Kosovën tonë, sidomos në veriun e vendit. Faleminderit shumë.